Nuk mundesh me ndryshu duke bën çdo ditë njëjtat veprime. Pse është i vështirë ndryshimi? Ndryshimi është i vështirë sepse ti duhesh me i thy zakonet e vjetra. Duhesh me riprogramu trurin tënd, sepse truri jot vepron në autopilot. Çfarë është autopilot? Gjendja autopilot është kur ti i bën gjërat automatikisht, pa qenë prezant aty, pa i dhënë energji, fokus. Për shembull kur ti lan dhëmbët, ti lan dhëmbët në gjendje autopilot, sepse ti nuk je aty, domethënë ti e mësuar çdo ditë me bën të njëjtin veprim. Ose kur ti i jep makinës, kur ti e mëson makinën në fillimet e tua, ti shpenzon energji aty, ti shpenzon vëmendje, sepse nuk je mësuar me i dhënë makinës, por momentin që kalojnë disa vite, ti i jep makinës në gjendje autopilot. Për shembull mund t'i ketë ndodhur që ti je nis për marrë në shtëpi, nga puna në shtëpi dhe ti ke arrit në shtëpi dhe nuk e ke kuptuar se si ke arrit në shtëpi. Domethënë, ke ardhur me gjendje autopilot, ti e ke bën veprimin pa i dhënë vëmendje, pa i dhënë energji dhe kështu funksionon e gjithë përditshmëria jonë në gjendje autopilot. Por si mundemi na me dal nga kjo gjendje autopilot? Mundohu të jesh i pranishëm, këtu dhe tani. Të ndihmon shumë sepse na njerëzit veprojmë shumë, domethënë jemi nuk jemi, domethënë jemi duke e bën një veprim, por nuk jemi aty, nuk jemi të përqendruar aty, jemi duke menduar diçka tjetër plotësisht. Edhe un kam qenë shumë kështu, edhe jam duke punuar çdo ditë me veten për me përmirësu këta. Për shembull, nëse po bëja punë të shtëpisë, un nuk isha prezente aty, domethënë, po e bëja punë sepse punë ti bën në mënyrë autopilot, pra automatike, po isha me mendime dikon tjetër dhe si person jam shumë person overthinking. Edhe kam mendime tepërta, mendime që nuk e di as kam vijnë. Edhe një pyetje që mua më ka ndihmuar shumë, për shembull, për me sjell veten në të tashme, në tani ka qenë Silva, a je këtu? A je këtu? Mbesoni që në fillimet e mia e kam vendos edhe alarm në telefon. A je këtu? Binte alarmi për shembull një herë, 1 orë, 2 orë, edhe a je këtu? Për me sjell veten këtu sepse unë shkoja fluturoja. Duke mendu, ndërsa të mendu edhe negativisht, sepse të mendojmë pozitivisht, okej, por shkojmë disa mendime që okej thu nga erdhen. Kështu që banja pyetjen vetes, a je këtu? Kam ju ndihmu shumë, kam ju sjell shumë në prezent. Diçka tjetër që kam ju ndihmu për me dal nga gjendja autopilot është me ndryshu rutinën tënde. Mos bën të njëjta gjëra çdo ditë. Për shembull, unë zgjohesha, krya rutinën në mëngjes sigurisht, rregulloja krevatin edhe mbaroja punët që i bën gjithë secili, rutinat e mëngjesit, laja dhëmbët e gjitha këta. Edhe bëja yoga, pastaj mund t'ulja pak në qetësi, pastaj mund vazhdoja punët e shtëpisë, pastaj mund gatuja, pastaj mund bëja disa video që i shpërndaj këtu në rrjetet sociale. Dhe çdo ditë njëjtat veprime. Po jo se ti do mërzitesh, do të kalosh automatikisht në gjendje autopilot, nuk do jesh e vetëdijshme për ato që i të bë. Ndryshoj rutinën tënde. Për shembull kam filluar me ndryshu. Nuk e filloj çdo ditën ashtu. E ndryshoj, një ditë e bëj jogën, një ditë tjetër dalec, një ditë tjetër për shembull lexoj një libër, domethënë i ngatroj që mos më shkojë gjithçka në autopilot. Për këtë që po them, mundesh me moj edhe një blog ku ti shënon se çfarë do bësh sot. Shënoj disa gjëra që ti don me i kry për shembull sot, i shënon në darkë ose i shënon në mëngjes, dhe kjo të ndihmon ty për shembull edhe me i kry edhe me mbajt disiplinë, por edhe mos me i përsërit një të gjëra çdo ditë. Për shembull, nëse sot ke bën disa gjëra, nesër bën disa gjëra tjera. Pra ti i ndryshon edhe fokusin tënd, pastaj e ndryshon edhe disiplinën tënde, bëhesh një person më me disiplinë edhe i arrin disa rezultate në fund. Tjetër pikë që neve nuk na lejon me ndryshu është frika nga panjohura. Ne kemi frikë me bën diçka që ne nuk e njohim dhe është krejt okej, është krejt normale. Por ti nuk mundesh me ndryshu nëse ti nuk merr një vendim të ri, nëse nuk vepron aty ku është frika. Frika na duhet, frika është okej, sepse frika na ndalon me bën disa gjëra ekstreme, disa gjëra që nuk duhen bë. Por ndonjëherë ti duhesh me vepru aty ku është frika jote. Është një shprehje që unë kam ndjek gjithmonë që thotë aty ku ndodhet frika jote më e madhe, aty ndodhet potenciali jot më i madh. Kështu që guxo aty ku është frika jote. Diçka tjetër që lidhet me frikën është frika ndaj dështimit. Ne kemi frikë nëse e bëjmë diçka, kemi frikë se dështojmë. Edhe unë sot, për shembull, duke punu me veten, kam marrë në një pikë që nuk më intereson nëse dështoj apo jo. Nuk më intereson. Pse nuk më intereson? Nëse do dështoj, unë e marr si mësim, aty do mësoj diçka në atë rrugtim që unë baj, unë do mësoj diçka. Dhe nuk e marr si dështim, po e marr si mësim.
Dhe prandaj kjo më ka ndihmuar shumë për me marrë vendime edhe aty ku kam frikë. Nëse ti nuk provon, ti gjithsesi je i dështuar. Edhe realisht është diçka që më ka ndihmuar shumë për me marrë vendime. Sepse realisht je i dështuar, nëse nuk provon, ti je aty ku ti ke qenë, pra je i dështuar. Diçka tjetër që ju ndalon me vepru është mungesa e vetbesimit. Nuk do flas shumë për vetbesimin sepse e kam bën një video këtu shumë të detajuar kur kam tregu disa pika si ju mundin me përmirësu vetbesimin tuaj, kështu që mundini me shku me shiku. Por mungesa e vetbesimit njerëz është shumë e rëndësishme. Kur ti nuk ke besim te vetja jote, nuk ke për të mujt me marrë vendime të reja në jetën tënde, sepse ke vetë pas frikë se të mungon besimin vetes se ti mundesh me ia dal. Unë besimin tem e lidh shumë me besimin që kam te Krijuesi, te Zoti. Varet ku ju besoni, te universi. Unë besoj në Zot. Kështu që unë e lidh besimin shumë te Ai. Nëse unë besoj te Ai, besoj edhe te vetja ime, sepse nëse besoj që Ai ka me ma sjell, atëherë automatikisht unë e di që ka me marrë, besoj. Edhe mbritet vetë besimi te vetja ime. Unë e di, kur unë besoj te vetja ime, unë e di që Ai ka me mi hap rrugët, ka me mi sjell njerëzit për me realizu ata çfarë unë du me realizu, pra për me arrit ata çfarë unë dua të arrij. Kështu që është shumë e rëndësishme njerëz me besu te Krijuesi, me besu te universi, se beso kur e ke të fuqishëm besimin te Ai, kur e ke të fuqishëm se Ai ka me ta sjell jetën që ti dëshiron, ti ke me pas. Tani do mundohemi listu disa pika që juve ju ndihmojnë mu ndryshu. Spari është me vendos qëllime të qarta. Çfarë dëshiron ti në jetën tënde? Jepi qartësi Zotit, jepi qartësi universit. Vetëm kështu ti ke me ditë se ku dëshiron me shku, vetëm kështu ke me qenë e qartë për Zotin se çfarë dëshiron Ai me cilën jetën tënde. Se në momentin që ti nuk e din, Ai nuk e din se çfarë don me të sjell. Universi nuk e din çfarë ka me të sjellë jetën tënde sepse ti nuk e din, ti nuk je e qartë me ata çfarë ti dëshiron jetën tënde. Vendos qëllime të qarta. Për shembull, që ti u qartësoj më shumë këta, nëse ti dëshiron me shku nga një qytet në një qytet tjetër dhe ti nuk e din rrugën, nëse ti nuk e vendos GPS-in, ti ke për të ngatruar dhe ke për të arritur shumë vonë destinacion. E njëjta gjë ndodh edhe me jetën tuaj. Nëse ti nuk e vendos një qëllim të qartë se ku dëshiron me shku, nëse nuk e vendos GPS-in tan, pra, nuk ke me ditë ke me shku shumë vonë ose s'ke për të arritur asnjëherë. Është shumë e rëndësishme vendos qëllime të qarta. Çfarë ti dëshiron me arrit në jetën tënde? Përqendroje në një qëllim. Nuk ka rëndësi sa i madh ai vogël është qëllimi jot, por përqendroje aty. Për shembull, unë kam vendosur që të postoj një herë në javë një video të tillë në YouTube. Kam vendosur që çdo ditë postoj në Instagram, në TikTok 1 deri në 2 video në ditë. Kam vendosur që përqendrohem këtu te qëllimet e mia. Unë kam qëllim këto. Çdo ditë jam duke kërku gjëra, jam duke mësu gjëra të reja se si unë ti shpreh këtu te ju, ti ndihmoj dhe juve për me arrit. Jam e fokusuar aty. Kur ti je fokusuar me dikon, nuk ke për të pas kohë për mu shpërqendru në gjëra që ty të shpërqendrojnë, sepse ti je përqendruar në qëllimin tënd dhe Zoti, universi ka me të sjell rrugë, mënyrat që ty me të ndihmu për me arritë qëllimi jot, sepse ti je fokus aty. Aty ku shkon vëmendja jote, aty shkon energjia jote dhe ajo ka mu rrit, okay? Dhe unë shikoj që çdo ditë sa më shumë fokusohem këtu, aq më shumë vini ide të reja, se çfarë me postu, se çfarë me sjellun te ju. Kështu që përqendroju tek qëllimi jot. Krijoje një plan veprimi dhe bëj hapa të vegjël çdo ditë. Si të krijosh një plan veprimi? Për shembull, unë siç ju thash, ju shpjegova që kam fokusin me postu çdo ditë në Instagram, TikTok, me postu një herë në javë në YouTube. Ndoshta ti ke fokusin dhe me arrit një trup më të shëndetshëm. Krijoje një plan se si me arrit një trup shëndetshëm. Duke fillu me hapa të vegjël. Për shembull, duke pima tepër ujë. Fillo dhe pima tepër ujë. Fillo dhe merri çdo ditë 2 litra ujë. Për shembull, vendose qëllim që unë kam i pi çdo ditë 2 litra ujë. Fillo edhe bëj një aktivitet vogël, sa do i vogël tjetë. Mos fillo tani me ushtru 1 orë në ditë, sepse ke me elan, ka mu dorëzu truri jot, sepse truri dorëzohet, lodhet, sepse a mësu ma atë vjetrën, me personin e vjetër, me Silven e vjetër. Fillo për shembull, vendose sikur 10 minuta aktivitet fizik në shtëpi, ose nëse ke atlet dil edhe ec 1 orë në ditë, gjysmë orë në ditë. Filloj me pak, filloj me 20 minuta, 10 minuta, pastaj 20, fillo dhe shtoj pastaj me vonë. Fillo edhe ule sasinë e ushqimit që ti konsumon në një vakt, për shembull, okay? Mos konsumo atë vaktin e madh bollshëm që me mzi e mbaron, por ule sasinë e ushqimit dhe vendos për shembull me konsumu vakte të shpeshta dhe në sasi më të vogël. Ose
shtoje sasinë e fruta perimeve për shembull. Tani krijoje pra një plan me hapat vegjël që ty të ndihmojnë me arrit trupin që ti dëshiron për shembull brenda vitit. Diçka tjetër, përqendrohu te përmirësimi dhe jo te perfeksioni. Unë jam një tip perfeksioniste shumë edhe që në momentin që e kam fillu me lëshu këta, mos me qenë mua kaq perfeksioniste, jam liru shumë, okay? Sepse perfeksioni nuk të lejon ty me vepru. Ndryshimi nuk vjen me njëherë, por me hapat vegjël dhe të sigurt. Ndryshimi nuk ka të bëjë me hapat mëdhej dhe të menjëhershëm, por me hapat vegjël që të ndihmojnë ty çdo ditë 1% me arrit drejt asaj që ti dëshiron me realizu. Diçka tjetër që na ndihmon me ndryshu është përdorimi i afirmimeve pozitive. E kam thënë shpesh në videot e mia dhe do vazhdoj me rithën. Mendimet, fjalë që ne nxjerrim nga goja e krijojnë realitetin ton. Nuk mundesh ti me një fjalor negativ në përditshmërinë tënde me kriju një jetë pozitive. Nuk mundesh ti me fjalorin e të smurit me kriju shëndet në jetën tënde. Nuk funksionon. Fjalët tona e krijojnë realitetin ton. Prandaj ki kujdes çfarë nxjerr nga goja jote. Çdo mendim i njëjtë e krijon një emocion të njëjtë. Emocionet e njëjta i krijojnë fjalët e njëjta. Fjalët e njëjta i krijojnë veprimet e njëjta. Veprimet e njëjta i krijojnë eksperiencat e njëjta. Dhe eksperiencat e njëjta do të bëjnë përsëri të çojnë nga fillimi me kriju të njëjtat mendimet, të njëjtat emocione dhe me radhë i njëjti cikël. Ndryshoje ciklin, theje ciklin. Ktheje ciklin me gjëra pozitive, me gjëra që ty të ndihmojnë me arrit aty ku ti dëshiron me shku. Diçka tjetër që ka me të ndihmu që unë e kam thënë shpesh herë dhe vazhdoj me thënë është rrethoje me njerëz që të mbështesin. Rrethoje me njerëz që të ndihmojnë, që të motivojnë, që janë atje ku ti dëshiron me qenë një ditë. Mund thua ti po ku ti gjejmë ta njerëz sepse nuk na mbështet njëri. Nuk është e rëndësishme që këta njerëz me qenë të pranishëm në jetën tonë fizikisht. Mundesh me kërku njerëz që ty të ndihmojnë, të japin mendime pozitive, të japin frymëzim, të ndihmojnë, të japin shpërndajnë vlerë, shpërndajnë ndihmë, se si ti me arrit aty ku ti dëshiron. Ndiqi këta njerëz. Ndiqi njerëzit që kanë arrit, që e kanë arrit jetën që ndoshta ti e imagjinon, edhe ti e ëndrron. Ndiqi këta njerëz sepse vetëm këta njerëz kanë me ta tregu rrugën tënde. Nuk mundesh ti me kriju një jetë mirë, një jetë pozitive, një jetë suksesshme, një jetë pasur, duke me qëndru me disa njerëz negativa, me disa njerëz që nuk merr asnjë lloj përfitimi prej atyne. Ti je shëmbëltyra 5 personave që rrin më shumë me ta. Kështu që ndryshoje pak a shumë rrethin tan. Nëse nuk mundesh me ndryshu, për shembull fizikisht, ndryshoje në rrjetet sociale mundesh me gjetë plot. Nuk po them që të shputesh plotësisht. Avash të gjensh njerëz që ty të ndihmojnë këtë pjesë. Kështu që ka plot njerëz tillë. Vetëm mjafton ty të kërkosh. Edhe kush kërkon ka me gjetë, edhe unë kam gjetë plot njerëz tillë. Realisht njerëz që më kanë ndihmu dhe vazhdojnë me ndihmu me arrit aty ku dëshiroj me arrit. Diçka tjetër sfund me njerëz është durimi. Keni durim. Disa njerëz nuk kanë durim dhe dorëzohen shpejt. Duhet me pas durim sepse gjithçka është proces. Procesi është i rëndësishëm, rruga që ti ban është e rëndësishme, rruga për me arrit në destinacion është shumë e rëndësishme, sepse rruga t'jep dije, t'jep mësime, t'jep vlera. Sfida që të vinë bëjnë më të fortë, të mësojnë. Nuk mundesh ti nga pika fillestare te destinacioni me shku kështu pa bën këtë rrugtimin. Kjo të mëson ty, kjo të zhvillon, kjo të ndihmon ty që nesër të arrish gjëra akoma më të mëdha. Sa e destinacion që ti e ke qëllim për me arrit. Mos u dorëzoni njerëz. Nëse ka një pikë që njerëzit nuk i lejojnë me arrit ëndrat e veta, qëllimet e veta, është se dorëzohen. Dorëzohen se nuk do ja dalin, nuk do ja arrin. Mos e ngatroni dorëzimin me diçka që nuk e doni në jetën tuaja, sepse ka raste për shembull që ti nuk e dëshiron diçka dhe mua më ka ndodhur për shembull me rrjetin e marketingut, nuk e kam pa veten më aty, nuk e kam dash, nuk ka qenë ëndra jeme ajo. Okay? Ajo po ka qenë një rrugtim shumë i bukur që mu më ka ndihmu për më ardh këtu. Por nuk ka qenë ëndra jeme, me kalimin e kohës duke punu me veten e kam pa që nuk ka ëndra jeme dhe është okay mu dorëzu ndonjëherë kur ti nuk e shikon që ajo është ëndra jote. Por vërtet kur ti e don diçka me zemër me shpirt mos u dorëzo, se kemi ja dal mbeso. Por dyshimi që ti kem vete, të bën ty mu dorëzo sepse nuk doja dal, nuk doja arri, nuk është për mu. Është një histori shumë e bukur këtu që më kujtu tani me këta persona që kërkojnë diamante, gjëra me vlerë në tokë. Edhe po i kërkonte, ky personi edhe erdhi një moment që u dorëzu, tha nuk ka diamante këtu, kështu që vendosi me i shit gjitha veglat e veta që kërkonte diamante te një person tjetër që edhe ai ishte i fokusuar këtu, domethënë te kërkimi i diamanteve.
Edhe ky personi shkoi në vendin që ky kishte qenë duke kërku diamantet dhe mbas 1 metri i gjeti diamantet. Për 1 metër personi ishte dorëzu. Për 1 metër. Imagjino, ndonjëherë duhet thjesht me vazhdu njerë. Duhet me vazhdu edhe kur nuk jeni duke pa rezultate. Thjesht duhet me vazhdu. Energjia jote nuk ka me humbë asnjëherë. Unë e besoj këta fuqishëm. Gjithë ti jep energji dikun edhe nuk merr shpërblimin tan mbrapsht, ka me tar në një mënyrë tjetër, energjia jote ka me të kthy. Sepse na veprojmë me energji dhe energjia kthehet. Nëse ti ke dhën, ti ke me marr. Nuk mundesh vetëm me dhën. Okej? Ke edhe me marr, ose nuk mundesh thjesht me marr. Duhesh edhe me dhën. Domethënë energjia jote ka me të kthy. Kështu që thjesht nëse e doni me zemër diçka, thjesht vazhdoje. Vazhdoje se ke për të pa dikur rezultat. Zoti ka më t'i sjell mënyrat rrugët për me arrit aty ku ti dëshiron. E kaq për sot njerëz, realisht e ndjeva me bën këtë video sepse e di që nuk është e lehtë me bën ndryshime, nuk është e lehtë me ndryshu, por nuk është e pamundur. Okej? Unë nëse jam sot duke bën këtë video këtu, nuk është se unë kam dalë direkt e kam bën video në YouTube. Jo, kam marr hapa dhëgjë çdo ditë. Hapa dhëgjë çdo ditë, ndryshime, kam dalë nga zona e rahatisë. Kur ti del nga zona e rahatisë të ndihmon ty me ndryshu, duhesh me dal ndonjëherë, di sa është e frikshme, di se ti ke frikë, por duhesh me dal, me bë vendime të ndryshme, hapa të vegjël, mos e fillo me hapa gjigant, me hapa të vegjël çdo ditë. Sepse nuk mundesh, okay, ti e ndërron diçka dhe pret se po të vjen. Jo, nuk vjen ashtu, ti duhesh me punu për atë punë, me ja tregu Zotit që ti e don vërtet një gjë. Tregoje që unë e du, edhe puno, merr vendime, merr hapa të ndryshme çdo ditë, bën veprime të ndryshme, programoje trunin tan ndryshe, se është e mundshme me programu. Edhe sot për shembull më erdhi kjo ide me e bë, sepse edhe për mua nuk ka qenë lehtë. Ndryshimi më erdhi me e bë, thash okay, nuk e kisha ambientin e përshtatshëm në shtëpi, ula këtu në makinën e bashortit edhe thash okay, tu do jem me qet, sepse nëse nuk e baj sot, nëse nuk marr vendim me e bë sot, nuk e di a do mund me bë nesër, sepse ndonjëherë na vin disa mendime dhe pastaj ikin. Edhe nuk i kemi më, edhe realisht e ndjeva me bë, edhe shpresoj që video ju ka ndihmu sa do pak, edhe shkruani njerëz, shkruani çfarë temash keni dëshirë që të bisedojmë këtu në përditshmëri. Bëni një subscribe sepse kjo më ndihmon shumë me u rrit shumë në kanalin tem edhe me postu akoma më shumë video. Po më tregoni se çfarë dëshironi me që të bisedojmë vazhdim, çfarë dëshironi t'ju tregoj, cilat janë temat që ju keni dëshirë që unë ti diskutoj këtu me ju. Ju përshëndes shumë edhe shikojmë në video në radhës.